Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takojmë edhe sonte me lenin e Allahut azza wa jall në takimin e zakonshëm të ditës së shtunë pas namazit të akşamit, dhe do të vazhdojmë edhe sonte me lenin e Allahut me serin që kemi filluar të trajtojmë kohë më herët, që ka të bëjë me rrëfimet e Kur'anit. Dhe në takimet e kaluara kemi trajtuar rrëfimin e Ibrahimit alayhi salam dhe ndërtimit e Qabës, dhe jemi munduar që këtë trajtim ta bëjmë nga disa kënde, andaj na ka marrë disa ligjërata me radhë, dhe shpresoj se kemi përfituar nga kjo histori e rëndësishme e njerëzimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me një tregim të radhës, i cili është gjithashtu i ndërlidhur me Ibrahimin alayhi salam, për shkak se Zoti xhalla xhelaluhu ka folur shumë për këtë pejgamber në Kur'an dhe ka mësime dhe udhëzime të shumta që dalin nga rrëfimet e këtij pejgamberi. Andaj nuk do të mjaftohemi vetëm me një rrëfim për këtë pejgamber, por do të mundohemi që të marrim më tepër se një rrëfim, që të mundohemi që të përfitojmë sa më tepër nga jeta edhe nga përvoja e këtij pejgamberi të madh. Fjala është për rrëfimin që ka të bëjë me polemikën dhe debatin që zhvilloi Ibrahimi alayhis salam me mbretin Nemrud, e që Zoti xhallahu ala e përshkrua në një ajet të vetëm, mirë po kjo është mrekullia e Kur'anit. Do të thotë një rrëfim me plot urësi dhe plot dobi, i përshkruar në disa rreshta shumë shkurtimisht në aspektin e formimit, në aspektin e formulimit dua të them, por shumë i gjerë dhe shumë i thellë në aspektin e kuptimit dhe përmbajtjes. Zoti xhallahu ala përmend se Ibrahimi alayhis salam mundoi vazhdimisht që popullet e tij t'ia sqaronte se adhurimi i idhujve është i kotë, është i pashpresë, është i padobishëm, dhe se njerëzit duhet t'i kthehen në natyrshmërisë së pastër, e cila padyshim i kthen tek adhurimi i Zotit, i cili është një dhe i vetëm dhe nuk ka shok. Dhe i dini përvojat e Ibrahimit asëm këtë drejtim, i cili një herë i u kthye, do të thotë, zotrave që ata i konsideronin me ndikim në aspektin e yjeve. Prandaj i u kthye diellit të Hanës, duke thënë ky është Zoti im, posa Perëndoi tha, unë nuk e adhuroj këtë të voglin, dua të jetë një më i madh, e posa doli dielli, tha ky është Zoti im, se ky është më i madh, posa Perëndoi tha, unë ata që Perëndoi nuk i du. E dini përvojën e Ibrahimit alayhis salam, i cili realisht nuk besonte as në hanë, nuk besonte as në diell, as në yje. Mirë po dëshironte që përmes kësaj mënyre me e zhvlerësu besimin e popullit të tij, për ta prezantuar si të pabazë, të pa argumentuar. Dhe gjithashtu edhe veprimi i tij tjetër, i cili ju kthye idhujve të ndërtuar nga dora e babait të tij, e që në një rast saktuar i rënoi Ibrahimi alayhis salam dhe sapatën e la tek koka e atij më të madhit, dhe kur u pyetën men fa'ala hadha bi alihatina, kush është ai që këtu i ka bërë me Zotin ton? Atëra Ibrahimi sa tha, me siguri ai i madhi, pyeteni ai atë nëse flet. Dhe ata padyshim se u gozhduan nga kjo përgjigje e Ibrahimit alayhis salam, nga se thanë ata nuk flasin. Andaj tha uffin lakum, mirë për juve, si adhuroni idhuj dhe zotna që nuk flasin, e lëre më të kenë një dikim tjetër. Dhe kështu vazhdante ai vazhdimisht me babën e tij, me popullin e tij, do të thotë që të debatante, të diskutante, dhe përvojat e Ibrahimit alayhis salam në debat janë shumë frutdhënëse. Derisa populli i tij, do të thotë, e pa se me këtë njeri nuk bën punë polemika, nga se i mposhten çdo mejdan, nuk bën punë debati. Andaj nxorë një vendim për me djeg Ibrahimin alayhis salam si mënyrë e ekzekutimit ndaj tij dhe hakmarrjes për idhujt e tyre.
E hadhin edhe në zjarë, për prap, Zoti Gjellera thot, fe enjahu Allahu minan nar. E shpëtoi Allahu Gjellera nga zjarri, dhe dini se i tha zjarit, ja naru kuni berden, wa salamen ala Ibrahim. Tha Zoti Gjellera, o zjarë bëhu i ftaht, dhe bëhu shpëtues dhe shpëtimtar për Ibrahimin a.s. dhe shpëtoi Ibrahimi a.s. Pastër kësaj, i urrit nami dhe autoriteti Ibrahimit a.s. Nuk po mund të mposhtet në debat, nuk po mund të mposhtet në polemika, madje nuk po mund të mposhtet as me dënim. Dhe padyshim se u bë i njohur dhe filloi të lakojë më të madhe emri i tij. Andaj mori përsi për vetë mbreti i atij vendi, respektivisht i Irakut, nga sikur që u kam thënë, Ibrahimi a.s. është rrit në civilizimin e Babilonasve në Irak, dhe në atë kohë ishte mbret i Babilonasve dhe i civilizimit Babilonas ishte Nemrudi. E thiri Ibrahimin alisam të pallati i tij që ta merrte vetë në pyetje dhe dëgjonte nga vetë ai se cili është ai Zot që Ibrahimi alayhissalam po e adhuron pas tij. Ka se Nemrudi prezantoi si Zot, mbreti dhe asaj kohë ishin Zot të popujve të tyre. E këtu zhvilluan një debat i rëndësishëm në këtë pallat në prezencë të, do të thotë, udhëhecëve dhe përkrahësve dhe mbështetësve të Nemrudit, dhe Zoti xhallahu ala e përmend, do të thotë, këtë rast në Kur'an. Rasti i Ibrahimit alayhis salam të ndërlozur në lidhje me debatin dhe diskutimin e bërë me Nemrudin nuk është përmend në librat e mëhershme. Spaku nuk është evident, a ka qenë, është largu, nuk dihet e punë, por nuk është. Do është Kur'ani ai që e ka atë ekskluzivitetin e përmendjes së këtij rasti, dhe kjo është më rëndësi për ta kuptuar, nga se është diçka e veçantë që Zoti xhallahu ala ka përzgjedh me përmend në Kur'an. Andaj Allahu xhallahu ala thot: "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk." A ke pati atë, ose a ke vreti atë, a ke dëgju lajmin e atij i cili e kundërshtonte dhe polemizonte Ibrahimin alayhis salam për Zotin e tij. Idh qala lahu Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahimi i tha, Zoti im është ai i cili jep jetën dhe vdekjen. Qala ana uhyi wa umit. Tha, edhe unë bëj kështu, edhe unë jap jetë, edhe unë bëj me vdekje të tjerët. Atër Ibrahimi asë më tha, fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Tha, Zoti jam e bën që dielli me lind nga lindja, apo dhe të shkon ka perëndimi. Ndërsa nëse je ti si Zoti jam, bëre atë që të lind nga perëndimi. Fa buhita alladhi kafar. U shtank dhe posht ai që mohoi. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Andaj Allahu ata që janë zullumqarë dhe ata që janë të padrejt nuk i udhëzon në rrugën e drejtë. Kjo është ajeti që Zoti xhallahu ala në ajetin 258 flet për rrëfimin e Ibrahimit alayhis salam dhe debatit të tij me mbretin Nemrud. Para se të kaloj tek komenti i këtij ajeti dhe këtij rrëfimi me dobitë veta, dua që të bëjmë një lloj ndërlidhje mes këtij ajeti dhe ajeteve që janë para këtij ajeti dhe pas këtij ajeti. Nga se për ta kuptuar drejt një ajet është mirë me ndërlidh shpeshherë me kontekstin ku është përmend. Nga se konteksti i ajetit shpeshherë t'jap kuptim të posaçëm të kuptimit të vetë ajetit. Për dallim se nëse ndan dhe është kthut nga konteksti i ajetit e ki vështirë me e kuptuar. Andaj përsillim me vëmendje këtë renditje të mrekullueshme, të mahnitshme, me të vërtetë që të lënë pa mend, si Zoti xhallahu ala i rendit ajetet dhe i shpalos argumentet. Në ajetin 255 në surën Al-Baqara, ku është ky ajet, Zoti xhallahu ala përmend cilën ajet? Ajetin më të madh në Kur'an, ajetul Kursiyin. 255 është ajetul Kursiya. Ajeti më i madh në Kur'an. Ajeti ku Zoti xhallahu ala në mënyrë të mrekullueshme e ka lavdruar vetën e tij. Prandaj në 10 pika të ndara në ajetul Kursi është lavdruar Zoti xhalla xhelalu lavdrim dhe madhrim që nuk mund ta përpilon asnjë gjuhë në botë, asnjë kokë e njerit apo. Kjo është ajeti më i madh. Dhe ajeti më i madh në Kur'an të ndërlozur
ka të bëjë me lavdrimin e Allahu xhallahu ala dhe madhrimin e tij, apo? E që në kupton se ky ajet na mëson, ajetul kursia na mëson se si duhet të rregullohet raporti mes Allahut dhe krijesës, apo? Mbi cilën në bazë ndërtohet ky raport? Mbi bazën e madhrimit dhe lavdrimit dhe mirënjohjes dhe falënderimit dhe adhurimit dhe përkushtimit e nënshtrimit e kështu me radhë. Andaj Zoti xhallahu ala në ajetin më të madh në Kur'an na mëson Allahu xhalla xhelaluhu si ai adhurohet dhe mbi cilën bazë ndërtohet raporti jon me kë? Raporti jon me Allahun xhalla xhelaluhu. Mas ajetit më të madh në Kur'an 255 ajetul kursia. Mas ajetit më të madh në Kur'an, ajeti më i madh që na i rregullon raportin me Allahun xhallahu ala, vije rregulli më i madh i raporteve mes njerëzve. La ikrahe fi din. Nuk ka imponim dhe dhunë në fe. Është çështje bindje. Kjo është ajeti i cili rregullon raportin mes njerëzve, nuk ka dhunë, nuk ka imponim. Sikur që e ka rregulluar raportin mes Zotit dhe njerëzve, rregullon raportin mes njerëzve. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Allahu xhallahu ala thot me shpalosën e argumenteve në vet ajetul kursi, nëse lexon, u sqarua e drejta nga e padrejta, e vërteta nga e kota. Merr ajetul kursin ti që e lavdron Allahun xhallahu ala me të. Dhe le të mundohet dikush për ndonjë zot tjetër le të thurë çfarë do lloj lavdrimi dhe vargje. Shikoj ku është aja që Zoti e ka, ku e kanë të tjerët apo. Prandaj ka të bëjë në rushdu min al-ghayy. Nuk ka nevojë për dhunë, nuk ka nevojë për imponim, nuk ka nevojë për agresivitet. Nga se faktet janë aq të fuqishme, aq të qarta, saqë vërteta triumfon. Ka të bëjë në rushdu min al-ghayy. Dhe ky ajet flet për, do të thotë, raportet mes njerëzve. E kur bie fjala për raportin mes Allahut dhe raportet mes njerëzve, me sa baza ndërtohet pastaj edhe njohja e vërtetës, vazhdon Allahu në ajetin 257. Thot Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu xhallahu ala thot, Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili është miku i besimtarëve. Ai është që i nxjerr ata nga errësirat e ndryshme në dritën e tij. Nuk e bën këtë me dhunë, nuk e bën këtë me imponim. Zoti xhalla xhelaluhu për fare arsye ai ka mundësi. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, po të donte Allahu walau sha'a rabbuka, po donte Zoti do të besonin të gjithë në tokë. Me dashur Allahu xhallahu ala, a kish me mbet mos besimtar në tokë? Jo. Ai u ka lënë këtë drejt me zgjidh. Prandaj Allahu thot, ndarja e njerëzve në besimtar dhe jo besimtar, në ata që Allahun e madhrojnë dhe ata që ati shok i bëjnë, realisht është në bazë të fakteve dhe argumenteve, në bazë të bindjeve, në bazë të disa prirjeve të brendshme, mbi cilat prirje dhe mbi cilat përgatitje të brendshme Zoti xhallahu ala udhëzon dikën. Këtu thot waliyul ladina amanu. Allahu xhallahu ala është mik i atyre që kanë besuar. Ata me besimin e tyre kanë merituar që Zoti të jetë miku i tyre, që Zoti të jetë përkrahasi i tyre. Ndërsa vazhdon Allahu xhallahu duke thënë më tutje, ndërsa ata që kanë mohuar Allahun dhe kanë besuar në diçka tjetër, ata padyshim se janë të përkrahur dhe janë të ndezur nga djalli i mallkuar. E kur këtë Allahu xhallahu e përmend se këto janë faktet që flasin për Allahun. Ky ajet është për raportet që flet me njerëzit. Kështu Allahu mbi këtë bazë Allahu xhallahu ala e udhëzon dikën dhe mbi një bazë tjetër që do të vijë më vonë Allahu xhallahu ala e lën të devijojmë dikën gjithmonë në bazë të drejtësisë dhe mirësisë dhe bujarisë, kur edhe asnjëherë në bazë të padrejtësisë. Kur këtë Zoti e përmend e sjell një shembull konkret të kësaj atë. Ajo është polemika e Ibrahimit alayhis me Nemrudin. Shikoje Ibrahimin alayhis si model i udhëzimit dhe si model i njeriu të ndriçuar me dritën e Allahu xhallahu ala, i cili edhe me besim, edhe me logjik, edhe me arsye ishte e përsi ndaj mbretit. Dhe shikoje mbretin i cili kishte pushtet,
dhe kishte pasuri, por nuk kishte indriquar me udhëzimin e Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj vije si rrjedhuje natyrshme e këtij trajtimi tash edhe praktikisht ndarja e dy njerëzve, dy modeleve, e që thash nuk bëhet në bazë të padrejtisë. Mirë, po njëri ishte i parulur ndaj Allahut, tjetri ishte i natyror. Njëri ishte i nështruar, e tjetri ishte mendjemadh. Prandaj nuk kishte mundësi që të ketë njëjtin epilog, të ketë njëjtin përfundim. Njëri besimtar dhe falëndrues, tjetri mohues dhe arrogant, por dy të njëjtë Allah. Kjo s'ndodh. Nga se Allahu xhallahu ala nuk i bën të barabartë tek Zoti xhallahu ala të drejtit me të padrejtit. Nuk i bën të barabartë besimtarët dhe besimtarët. Ata që Allahun e falenderojnë dhe ata Allahun e mohojnë nuk mund të jenë barabartë tek Zoti xhallahu ala. Madje Allahu thot malekum kayfa tahkumun. S'çapun mbi cilën bazë po gjikoni. Është shumë normal që Zoti xhallahu ala të bën dallime mes njerëzve në disa aspekte kur bie fjala për udhëzimin dhe besimin, nga disa e kërkuan dhe e pranuan dhe u nështruan, ndërsa disa tjerë u inatosën, u rebeluan dhe u treguan kryenësh dhe mendjelart, prandaj ata vetë merituan devimin e Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj shikoj këtë rrjedhoj të rëndësishme. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu këto thot pastaj alam tara. Fillon ky rrëfim praktik, apo i cili zbërthen praktikisht ato mësime teorike të thëna në trejtë të mëparshme. Allahu xhallahu ala thot alam tara ila alladhi haja Ibrahim. Alam tara, kjo alam gjunarab është pyetse, por që vije në formën e habiz dhe qudis. Aske ke patja? Në të kuptim, do të thot qudi dhe habi. Qka ka në tokë, qka bëj njerëzit. Shikoj këtë shembull se ku mund të përfundon njeriu i rebeluar. Ku mund të përfundon ai që me inat don me i trajtu argumentet, me mendje madhësi. Shikoj ku përfundon. Dhe ka ardhur folja tera, që është ruje, me pa. Allahu e din se pejgamberi se ka pa. E din. Edhe Allah e din se na se kena pa. Se ky rast është me mirë vetë për neve. E pse nuk ka ardhur? Do të thotë, pse nuk ka ardhur këtu ajeti? A nuk e dinti me ditë? Nuk është kusht me e pa, po. Nga se dituria përfituat në forma tjera, jo vetëm me e pa në ngjarjen. Ka shumë gjëra që na i dim, e pse si kena pa? Këtë dije kena përfitu nga mënyrat e tjera, kena lezu për këtë, kena dëgju e kështu me radhë. Andaj, realisht, është dash fundamentitet, a nuk e dinti këtë rast, për me e të rjek vëmendjen, pse ka ardhur a nuk e ke pati, tëra me fjallën tëra. Kjo është për dy arsye të ndërlozërët. E para është, se Allahu xhallahu ala që në fillim, dëshëron të na thotë diçka. Ajo është, se këto tregime që po ua tregoj, do thotë janë aq të sakta. Dhe duhet të trajtoni këto tregime sikur me qenë dëshmitar ju me i pa. Apo s'ka nevojë me e pa. Para atë që Allahu të ka lajmëru, nuk ki nevojë ti me e pa. Çdo sen në botë është ndryshe pas me Allahun xhalla xhelaluhu. Me të lajmëru ty një lajm diçka, po veç du me pa në vetëm. Për shembull, Zoti na ruaj me të lajmëru për një të afër në smut. Po mirë në spital është o më mirë, ana veç pa në, nuk qetësohesh valla. Ti jo që nuk i beson, ama ka disa të vërteta që njeriu nuk qetësohet pa i pa Allah. Nuk i pushon shpirti pa i pa. E Allahu do na tregu se trajtimi jon përballë rrëfimeve të Kuranit duhet të jetë pak më ndryshe apo. S'ki nevojë me e pa aftën. A thot Allahu xhallahu ala se ka ndodh, është sikur se me pa. Madje ma bindshëm se me pa. Se të shakon është në pallat se kisha pa mirë, dikush në stup kish penguar apo. Ndoshta se kisha kuptuar mirë. Ndërsa Allahu xhallahu ala po ta prezanton në mënyrë më të drejtë dhe më të mirë dhe më të saktë se me e pa të aftën. Dhe para më kur kështu i trajtojmë rrëfimet e Kuranit, çfarë bindje atë rushin zemrën tonë, me çfarë trajtimi është, sikurse me e pa aftën. Para mendoj me kon dikush në xhami dëshmitar i këtij rasti. Si këshëm dëgju? Që ti e kom prezant kur Ibrahimi alse mi tha, po edhe më kon. Hajt kallzona. Shumë na duket interesant, ne ka pa vetë kë. Ndërsa a trajton me të njëjtë interesim dhe përkushtim kur Allahu xhallahu ala thot
S'po flasësh për Ibrahimin a.s. Kemi thënë edhe për xhenetin, kur Allahu flet, me ardh dikush pe xhenemi Allahu na lut, i shkrumum. Edhe me pa thotë, o çka ish atje? Na thmerran, kush di sos na hat buka ato. Ku çka kum pa unë ato. Ti një rast me pa, tragjik ka ke pa, prikshet buka disponimi. Problem se e ke pa, tjetër është me një, tjetër është me pa ato. Musa alisam dëgjaj që populli i tij po adhuron lopën. Ama kur e pa, i hodhi pllaka dok, tjetër është me pa. E Allahu xhallahu kur na flet për xhenetin, na duhet me e ngrit vetë në në shkallë bindjes se sikur se me e pa. Nga se po na flet dikush që jo që e ka pa, po ai e ka kriju dhe e shet çdo ditë dhe vazhdimisht Allahu xhallahu. Kështu të xheneti, kështu të xhenemi, kështu janë rrëfimet. Prandaj Allahu na treg vërmendjen se ky Kur'an është ndryshe nga çdo e vërtet tjetër, nga çdo trajtim tjetër në botë që keni është tjetër ato. Prandaj thot alam tara, edhe në aspektin e bindjes, edhe në aspektin e çudisë dhe habis. Çka me pozot? Çka ky rrëfim kaq i çuditshëm që na duhet me ndëgju dhe me e pa zhvillimin e këtij javë. Jo me sytë e ballit nga se nuk shihet, por shikojeni këtë ngjarje me sytë e zemrës, me shiquarit e brendshëm, mundoni me vizualizu këtë pa me se çka ka ndodhur në histori, që të merrni mësimet e duhura. Ila alladhi, kë e kemi pa? A kemi pa atë? Ila alladhi, kush ai atë? S'ka emën, s'ka mbiemën, s'ka kurgjë. Kjo është metoda e Kuranit. Sa më rëndësi Allah. Në Kur'an s'ki mahallat përmendme, s'ki të përmendme do të thotë njerëz me emra, me detyra, s'ka kështu. Ka se Kurani fokusohet në realitet, jo në formalitet. Fokusohet në punë të rëndësishme, jo në kurreshtje. Qyshe pa të emnë është kurreshtje. Leti kurreshtjen, fokusohet të mësimi. Nga se, sikur se kemi përmendë tek lopa e Ben Israelve, shumë ma interesant duket njerëzve e lopa çfarë ke, se mësimi nga ai rrëfim që kemi përmendur atë. Prandaj Allahu xhallahu ala nuk përmend emra. Sa më rëndësi emni? Më rëndësi është ngjarja. Çfarë bëri ky njeri? Ky që s'pedim kush është njëra. Çfarë bëri? Hajja Ibrahim fi Rabbi. Shikoni këtë shprehje në gjuhën arabe të ndërlozur, kjo është mrekullia e gjuhës arabe. Kjo është mrekullia e kësaj gjuhe që Zoti xhallahu ala e ka zgjedhur të jetë gjuha e Kur'anit apo. Në gjuhën arabe e që Zoti xhallahu ala këtë e përmend Kur'an, do të thotë përdoret kjo shpesh në Kur'an, ta vizualizon me pamjen përmes shprehjes apo. Dhe të mundon me kuptu rrethanën në bazë formulimit. Andaj ti kur ndëgjon këtë Hajja Ibrahim, se kjo ka zgjatim me të shtit për mas ato. Alam tara ila alladhi Hajja Ibrahim. A ke pat i cili e kundërshtonte dhe polemizonte Ibrahimin alayhis. Ne shikoj sa çete themi e polemizonte. Nuk e dim asa u kon të bërtit as kurrë, më kur bajgi me siklet e ka kopa. Ne polemizonte Ibrahimin alayhis, bajgi me siklet. Bajagi revoltuar, bajagi me ngarkes. E ku janë këtu kuptime? S'janë fjalë. Janë zgjatim, këtu zgjatimi t'jap kuptimet ato, jo formulime. Çka është gjuha arabe ato? Andaj çfarë sikleti kishte ky njeri vëllai? Shika, domthon një banor i venit i ka bëu diçka. Edhe aq, po them kushtimisht në thojza, krim të madhë pas ka bo, sa që është trazu këtë veni, apëtëm. Madje është trazu edhe vetë mreti këti veni, sa të lash në ka këmë mret, e sa pun t'i ka, por këtë qenë ka një trazim i posaqëm special. Qka e ka trazu këtë mret, Allah? Qka e ka trazu? Hajje, kush e ka trazu? Ibrahim. E ka trazu Ibrahimi alësam. Pse e ka trazu? Hajja Ibrahima fi Rabbihi.
Ibrahimi ka besu me një Zot e që ky besim e ka trazu pe mrejt të poshtë tonë apo. E çka ka gale që ka besuar në Zot apo? E çka ka apo? E çka nëse ka besuar në Zot? Po ti ke besuar në Zot, ky në Zot. Pse nuk të trazoj besimi i atij në këtë Zot ose këtij? Ata kanë besuar lloj Zot na shapton, si kon gjithë në Zot. E pse e trazoj Allahu xhalla xhelaluhu? Nuk e trazoj për shembull sikurse Kurajsh të Mekës. Apo Allahu thot el-Mannat, Manati, el-Lat, el-Uzza, idhut maj, pastaj 360 tjerë. Asnjëherë Arab nuk kanë luftuar për Zotin. Ju ka rahise me luftu për deve, ama për Zotin kur. Para no, çaq kanë pas mirë kuptim Zotin. S'kan mund me gjithë mirë kuptim në deve, e as ndoshta s'kan mund me gjithë mirë kuptim në pula. Jo kanë luftu, për i pul kanë luftu apo. Ama në Zotin ti fentonën fentame. Kur s'kan luftu për Zotin? 360 idhuj ka pas qabja mrena ato. Lloj mileti, lloj insani, lloj njeri ora ato e ka Zoti jam. Madje që kanë dalë ata 360, sikur se thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i kemi gatu nga brumi Zotnat. I kemi adhuru ta natën kur i lodh mëngjes i kemi hongër ata. Çështo kanë pas Zotnat apo. Ama s'ka pas problem ato. E pse o problem Ibrahim e pse o problem kjo? Pse o problem Muhamedi e pse kjo problem? Nga sa ata e din se gjitha zotnat e tjerë me idhuj që adhurohen, realisht e fuqizojnë ekzistimin e njëri tjetrit apo. Apo e fuqizon. Lati e fuqizon Uzën. Uzaja e fuqizon Menatin. Do zotnat që janë realisht ndoshta të ndryshëm në emna, por e fuqizojnë kuptimin e këtij adhurimi mes vete. Ndërsa kur del Allahu xhallahu ala, këta bina. Nga se s'ka, nuk mundet kompromis me boz Allahu me latin, me uzan. Andaj është razu Nemrudi nga se e ka di se Zoti Ibrahimit a.s. është problem. Për Nemrudin, është problem për manipulimin e Nemrudit. Se Zoti Ibrahimit a.s. një uqilë syt njerëzve, marrë e vesh që edhe një njëri. E kjo s'bën me ndodhë, se tani mund prishet puna. Se Zoti Ibrahimit a.s. më thot njerëzve, kjo është i dekt. Kur duja marrë shpirtin, më stot i pitina, kjo bëhet problem. Ka sa i me tut i ka majt në pushtet. Apo? A i ka majt me dhunë në pushtet. Kur njerëzit lirohen nga robnia njerëzve, dhe dalë në robnin e Allahut, çish me tut masënej? Si me i manipulu masënej? Problem me i manipulu, nuk mund është me i manipulu. Andaj e dini edhe për magjistrat e faraonit. Ata kishin shërbim të tij. Kur e pan argumentin u bindën. Tha, mos gabani me i besu Musa, mos gabani se e dini çka ju bëj. E dini çfarë ka kërcënuar, po. Ju gozhdaj. Ju mës. Po ju gozhdaj. Edhe ju mës tani ty rre. Parlament me të gozhdu ndru. Edhe pastaj së gozhduari me torturu. Dhe pse thanë, na i këna besu që ti, jo ty. Ko që ma shumë? Asë që lipën po shtetin, asë nuk dhanë tash këna me bumë dhe tjerë revolucion korgje, Allah eqë, veç thanë, me na këna besu në Zotën e Musaut, alisam, se kjo ka Zot e tjesi e Zot. Kur këtë e ndëgjej faraoni, u trazua. Kur këtë e ndëgjej Nemrudi, u trazua. Gjithashtu edhe kur e ndëgjej këtë, kush? Rasti i djaloshit edhe sirbazit, magjistarin, surën Buruj, që është problem, besën e të në gjithë shka. Mirë pa kur morë vesh në kanë ka besu, se veç tha Bismillah, veç fjala Bismillah Allah, kur gjë, Bismillah dhe myti kafshën, si kurse ka në hadith gjatë, u trazua krejt, a i ven në atë kohë. Andaj edhe kjo u trazua dhe e kapi panika me të vërtet, prandaj edhe Hajja Ibrahim, shiko si me udridhaj, si me koni shqetsum, i ngarkum, në Zotin që ka besu Ibrahim e sëmë. Krimi i Ibrahimit a.s. ishte dhe pse tha Zotin jam është Allahu. Kur që më shumë?
Krimi i Ibrahimit a.s. ishte veç se tha ti nuk je Zot o burr. Kurrë më shumë. As nuk e nënçmoj, as nuk e përbuz veç ta, po nuk mundesh ti me kon Zoti, s'mundesh me konti. Kaq. Prandaj kjo është fuqia e besimit në Zotin xhalla xhelaluhu. Të doptin e bën të fortë, të ultën e bën ngritun. Andaj edhe e thirrri me polemizu dhe me të me debatu për çfarë? Për çka po debatojmë? Ku është problemi? Fi rabbihi. Për Zotin e Ibrahimit sa më është debati. Tema e diskutimit në pallatin e Nemrut është Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është tema e diskutimit apo? Dhe këtu tash Allahu xhallahu ala të ndërlozur thot en atahu Allahu al-mulk. Pse ky njeri u rebelua? Pse ky njeri do të thotë u tregua kaq i trazuar, kaq i shqetësuar? Pse ky njeri mohoi? Pse Allah? Ti çuditë shoqëm, pse? Allahu thot atahu Allahu al-mulk. Allahu xhallahu ala i dha pushtet. Dhe pushteti e bëri që të bëhet më i lartë. Allahu xhallahu ala thot innal insana la yatgha an ra'ahu istagna. Krijuesi i njerit, që e njërin shumë mirë tha innal insana la yatgha. Tha njerit din bagi shpesh me tepruatën, me kalu kufin apo. Tughyan yatgha është e kalan, e tepran. E tepran. Kur e tepron njeri, kur bëhet i rebelum, kur bëhet mendje madh, an ra'ahu stagna, kur është vetën që i ka punë të mira atë. Kur pavarësohet, ka pushtet, e din që se ka të kushzume, si mbas ti, furnizimin me rrogën e mujt atë. Se i ka këtë punë, mret, se ka për le mjekun, se e merë këndon, se ka për e mushqimin, si mbasi s'ka asë një problem. Begatia Allahut, fatkeqësisht e qënë pesha, edhe ky njeri, ky njeri, të kish me qenë i varfër në Nemrudi, të kish me qenë i smut në Nemrudi, a kish me thonë jam Zoti? Jo, Allah, s'kish me thonë. I dha Allahu pushtet, dhe i ja dërzoj krijesën e tij me ndëgju dhe me respektu, dhe kjo mirësi që Allahu ja dha, subhanallah, e lexoj gabimisht apo. Sikur se ka plot njerëz apo. Ndodh që në begatin që Allahu u jap të jetë pikëkthimi i tyre ka hekeqja apo. Nga modestia në mendjemallësi, nga bujaria në kooperaci, nga pranimi i të vërtetës në kryenetësi dhe refuzim dhe inat. E pse u ndrove? Begatia Allahu xhallahu ala. Andaj thonë dietarët se Allahu xhallahu ala të ndërrozër i jap njerit dhe i mundson posedim dhe i mundson liri të shfrytëzimit të asaj që e ka në posedim, derisa njeriu fillon më bind se jam jashtë. Jam jashtë. Çështoj njëri atë. Edhe pse Allahu i çon ka argumente me thonë që nuk është e jotja atë. Ai pat Allahu na ruajt dhe i ndëgjuat këto termetet kohës së fundit. Çka janë këto Allahu? Më na tregua Allahu xhallahu ala se shiko ti çka posedon. Diçka që për 10 sekonda se ki më optën. Apo? Kur që më shumë? Një shtëpi që e lorë dhe mundu me ndërtu me 10 vite angazhim dhe aktivitet dhe pun, 10 sekonda. 3 sekonda. Sekonda. Dhe së është asgjë më optën. E kush është pra pronari? Kush e ka prëndor? Kush? Po njeri habitet Allah. Habitet, gaban. E merë pasuria, e merë autoriteti, me ndonë se tashmë ka drejt, e ti është, si du e shvizaj, qka du thamune. Po mirësia Allah që ta ka mundësu ti me folë qka dush, zdo më Allah që ti me folë qka dush. Apo, mirësia që Allah ta ka dhenë, që ka dush, zdo më Allah që du me shku ka dush.
Mirësia që Allahu ta ka dhënë të posedosh nuk do me thonë ta privatizosh dhe të pavarësosh, tash unë bëj çka du. Jo vëlla. Andaj leximi i drejtë i mesazhit të begatisë është, leximi i drejtë është që begatia me ta frutë ka Allahu xhallahu ala. Sa më tepër të begaton, sa më tepër të jap, sa më tepër truan, ti ende më i kujdesshëm për to je, ende më bujar je, ende më i mirë je. Çdo kohë tjetër është gabim. Derisa mundi që ku marrë. Nga se edhe kjo, edhe ky devijim është i përshkallëzuar, nuk është një shkallë. Apo ka njëri që ndoshta e çon pesh pasunia dhe autoriteti, ama jo din mos besim. Pak e lëviz, një tërmet e lkun ka pak, e ke pa u lkun, nuk urzun kurqë, alhamdulillah. Dikujt ja dridh pak më shumë. E dekon e rrën tërse si kus në mrudin, para mëna, ja dha Allahu pushtetin, edhe nga ky pushtet që Allah ja dha, filloj me thonë që, unë jem Zoti. Hajde merën mushë një, subhanallah. Wallahi kjo që faraka, faraoni që të thënë të, tha u hadhi l'anharu të gjrimin tahti, tha këta lumej Nili e tjetë në në kompë mirë rridhim, Allah. Unë me një kompë që të jabaj, ta nali ujen, i thënë të Egyptianëve në kone të jabdën. Po fatë këtësisht, ja qëj Allahu ujtë mi kryë së në nalë ke për veti, më thënë i moptën. Apo, e myti Allahu me që ta ujtë që te ke kom dorë. Te kish mytë Allahu me diçka tjetër, për shumë, e po në s'kom thonë për vetimin, kom thonë për ujnë. Për shumë, Allahu ka mujtë me mytë faron me vetim. E kish mytë me vetim me vend. E ta është faron, e unë s'kom thonë për vetim, për ujë kom thonë. Apo, e pa ke thonë për ujë që është i joti po që ujë ka me të mytë, apëtën. Subhanallah. Allahu në ruajtër. Edhe Nemrudi, të ndërëzër, thënë të, kjo është pushtetë jam, kjo është e jamja, krejt që ka dunë këtë botë. Andaj, unë jam Zoti juaj. Ibrahim e sëmë tha, jo si e ti Zoti. Andaj, e thirin palat me pyet, e kush është Zoti e të pra. Andaj të ndërëzër, Allah në ruaj që, begatit në rebelojnë, e të në qojnë peshë. Allah në ruaj që begatit të ndikojnë në raportet me zveta. Subhanallah, sa njerëz, kër i kam pas ka 2 orë në gjep, bajegi fort ju ndashtë. Si u ka bo Allah, ka 20, tash kanë fillu me arroni një të të në. Kjo është e keqe. Kjo është e keqe. Kër i kam pas ka 10 euro në gjep, bajegi ma bujari në konë. Ja u ka bo Allah, ka 100, tash jo s'po kem se shumë obligime. E për para ku kanë obligimet? E kështu më radhë. Pandaj bëhu bujarë, bëhu dërdhënës, bëhu i mirë, bëhu i devatë shumë, gjithmonë, veçanërisht, kur Allahu të ishtë në begatit, kur Allahu të ishtë në mirësit. Nga se kjo është vepra dhe kjo është efektimi i rrubit mirë të Allahu xhallahu ala. Për ndryshe, shiko ku mund me shku njeri apëtën. Shiko ku mund me e tërjek mohimi dhe ku mund me e shpikush leximi i gabushëm i mesazhit të begatisë. Dhe nuk e keni të panjohur të ndërlozër rastin e 3 personave që Allahu xhallahu ala kishte sprovuar. Këto janë raste me drejtë po. Allahu xhallahu ta ilustron me shembull shika ku përfundon njeri. Edhe këta, përshe, që di është puna këtilla, i kena dhonë që ka bën. Si kurse e përmen, pejgamberi alayhi salatu hadithin që të thënë Buhariu në Sahihun e tij, 3 vjet. Njëri për ty në shpërvu me smujët e lkurës, tjetër është shpërvu me smujët e flëgve, ka qenë i shëmtuar, e tjetërin e ka shpërvu Allahu xhallahu ala me sy, me të pamur. Dhe Allahu xhallahu ka dashur ta tre me i begatu, me i dhënë mirësi. Ajo ka pas bërç? Jo. Madje u ka dhënë atë që ata s'ka ditë me kërku. Ka shku te i pare dhe i ka thënë, me lejkun fillim fort, mjeti ka shku. Qka kështë pasë e pas shumë? Dhe kam kur gjëheq, veç Allah me më shku për kështë lkurës, se po vjen marrë me da për njerëzë. Ka pasë me lkurës, probleme ka pasë me do të njerëzë, me komuniku me njerëzë. Andaj ka veç që kjo më shtosh, a veç me ujtë menet me njerë, që kjo njeri, që këshërne. Veç që ta Allah me më dhonë. Të të qka? Kur gjë? Ka në pi pasuni që ka po dënë. Ka thonë veç një deve me me abzoti me mujtë, edhe tomlin me api, edhe ka pak me bajda malë, kur gjë ma shumë? Që ku fillon njeri? A përdojnë qëta? Ja për Allahu xhallahu ala. E ka shëru Allahu nga lkura,
Dhe Allahu xhallahu ala ju një deve, po ja ka mush luginën deve. Merre o biri Ademit. Te tjetri ka unë e kam kokën e shëmtume, as flok, as asgjë, po dukna, as po më ju martu, as po më problem. S'po kam pamje të hishme të bukur. Ka thonë, çka ke dëshirë? Ka thonë, veç mi pas do flok mira, veç, shika, për do flok jetë keq. Thotë pasuni, thotë një lop me pas. Isha knash me një lop, pa e isha borat, e kisha pitomlin, më kishtë një mune për arra, ka pak me apo, e kështë më radhë. E ka shëru Allahu xhallahu ala, e ka zbukuru, ju një lop, një lugin lopja, ka thonë Zotë që lopëtën. Te i tërti ka shku që të njëjtë, edhe ka shku për syve, edhe ka mu një lugin delesh, pa jetojnë ata po knaqënë, mas një kohë i erë me leku i njëjtë, por tash i erë në qëfar forme. I varfër, me kraq, një plak i shkret, sprov. Erte i parë dhe i tha, pash ata që shika subhanallah, shika e njerin, këj mund me kun unë edhe ti gjdo kush, se kjo është njeri, kjo biri Ademit. Qfar tha? Tha, pash ata që ta kep këtë lëkur ka shnirë, ja kujtaj, se ke pas një farë vakët lëkur në mirë ti. Pash atë që ta kep lëkur në mirë, a me jep një deve se i musafir, tha të zdi që shkej vallaj dhe në vend tem atje, kom s'pa majnë, i pintaja, pi këtomë në saj, si kur sa i thajnë fillim, edhe këj njëjtë me thot. Thot, pash atë që ta ka jep lëkur në mirë edhe ka pasunu. Tha, kush më ka pasunu? Babe, babgjush i këna pasur shë gjithna, subhanallah. Tha, obligimet janë shumë, vallahi shumë pja qisim s'kajnë me skaj. S'ka pas, një pull se ka pas. Ja ka mush Allahu xhallahu ala luginën me deve, e tash shumë obligime, të lashe, ngarkesa, këna investu shumë, s'po na del, e kështu me radhë. Atër shka tha Meleku? Tha, in kunte kadhiban, fasayjaraka Allahu ila ma kunt. Nëse jetu rajt, ktheft Allahu që shje kom prapëtën, edhe shkoj atëm. Qashtu shkajt e i dyti, qashtu e njëjtë. Tha, pash ato që të kërë këto flëk ka shtënira, e të pas ka zbukuru. Ama një lopë, se udhëtari shkrete fukare, një lopë, Allah, nështë e i ka pas 3.000 lopë, një thama. Sa baba bëgjënja lodhë, Allah, sa bëja këshëm të punu, baba gjysh jere, tani baba, tani jone, i na lodhë farti, na lodhë të punu, na pune, shkrete të punu, ta shty për zgaqme këshëm e të adhonë. Obligimet janë shumë, s'moj, Allah, nuk po mëj me qitë skajnë me skajnë, subhanallah. E që ke qitë kërës ke pas lopë, Allah, tëre. E atër që qitë që skajnë me skajnë. Që kjo është lakmija e njerit. Shejtani ju ka i frikësa njerën, e tutë. Atër i tha Meleku, tha, nësi e të rajtë, të kthejë fëtë Allahu që shekona, pëtën. Shkajti i treti, a i sytë si kish pas. Ma mirë si ka pas sytë, pëtën, se s'ka pa lakmi në dunjaja, pëtën. Që ta së është ngop lakmi se të tjertë. Edhe i thatë një, si kurse i thatë parën të dytit, apo? I tha, vallaj, s'kom pas kurgje, jem konë qarë. Allah më ka zdrit me këta sy. Dhe s'kom pas kurgje, Allah më i kepë. Tha, o burë, a i zdike që me lek, as shka është, fukaraja po. Tha, kështu o burë, tha. Tha, merë sa dush edhe le sa dush. Se s'kom pas kurgje, kejtë Allah më i ka dhona, pëtën. Subhanallah. E Meleku qka i tha? Tha, maj krejt, se mund ka që Allahu s'provë për juve. Ata dëtut për para dështun e ti, kalova, pëtën. Ande dhe ndëruar, ka mund si qënë Allahu dikën, nështë a jo me lek, pa i qënë dikën si s'provë, si vinë kur gjë jotja. Veç me të pa Allahu ha, a babe babgjësha Allahu, cilë ja, pëtën. Ruajnë provimet e dunjas, pëtën. Ruajnë se di njerë me dështu keqë provime, pëtën. Dina me ngelna në provimin e nimeteve, pëtën, Allah në ruajtë. Andaj në mrudi ngeli, en atahu Allahu l-mulk, Allahu gjalla për, shika, nuk tha Allahu gjalla wala, në atë që e polemizon të Ibrahimin për Zotin, e që ishte mbret. Jo, ja kujtoj, Allahu ja dha. Allahu ja dha. Nëse Allahu thot, kulillahumma
Malikel mulk, o Zot, ti ai që në dorën tënde është autoriteti, është pushteti. Tu'til mulke men tasha, ti i jap kujdan, ti e bën këndon, edhe kryetar, edhe bën këndon bret, edhe krye familjar, edhe shef, edhe drejtar, edhe çka dush ti e bën këndon. O tanzi'ul mulke mimmen tasha, edhe ja merr kujdan, s'u nal kërkush. Prandaj begatit në sejdë duhet mi kallzu Allahu xhallahu ala. Përndryshe është problem apo. Edhe ky njeri me gjitha këto i tha Ibrahimit alayhisalam, tha, kush është Zoti yt apo? Kush? Shikoj çfarë subhanallah. Çështë kanë zullumçar. Se Allah thonë në fund që kjo kanë zullumçar. Ibrahimi alayhisalam po vjen me të natyrshme Allah. Është e natyrshme që krijesën e pas krijues, është natyrshme. Është e natyrshme që krijuesi mos më kon si krijesë, është e natyrshme. Është që e logjikshme, po. A është e pa logjikshme dhe pa natyrshme njëri me kon Zot i njerëzve, është kjo pa natyrshme. E shikoj ky zullumçar çka kish bëu. I kish bi njerëz se e natyrshme është Zot me kon njëri. E pazakonshme është ka erët ashtu me këta. Dhe se me i thonë Ibrahim e sa më Nemrudit, ka erët i Allah me këta, ky e ka po vetëm me ka erët i me këta, subhanallah. Ka dalë qysh, po kush pe ka erdhë atë? Kush pe ka erdhë? A on pe ka erdhë, ati pe ka erdhë? Unë e me të natyrshmen, dynjaja gjithë që shto konë, Allahu Zoti njerëz të rapët e ti, ti e ke prish renin, apëtën. Ti duesh me dhonë lëgari për si prishet renin, jo ne, ti e ke prish, ti e ke imponu njerëzve Zotin, me harru, e ty me të adhuru, ti e ke prish. Ama e bjen një gjendje t'ilë, që e natyrshmja bëhet e panatyrshme. Subhana, bëhet e tërshme. Po për këtë Allahu xhallahu ala i ruan argumentet, që mos me ndruan natyrshmëria, as pozicionet, ka dal. Se duhet me ditë kush kur ka venin ata. E kush është Zoti yt pra? Shikone përgjigjen e njeriu që e njeh Allahun xhallahu xhelaluhu. Nuk ka letë me thonë përgjigje, të ndërnozën këto. Nga se mretin nuk të lenë shumë me folti, polemike. Dy fjallë s'dim me i litë, që duhet të shuj se s'pëdisha. Apo? A për që të zatë në ke lakata? S'lenë atë. Ibrahim e me dy fjallë. Që kjo është njëri me që më përë. Tha, Rabbi e ledhi juhi o jumit. Zotë jam është ai cili jep jetë edhe a jep dekin atë. Pse përzjedhi këtë detaj Ibrahim jasëm, ka që ka fletë për Allahun shumë ka që ka fletë për Allahun gjellëvala. Pse e soli këtë shambull Ibrahim jasëm? Fillimisht të ndërlozër, këtu kuptojmë njohjen e pejgamberve për Allahun gjellëvalu. Ata e din çdo situatë si me e prezentu Allahun xhallahu xhelaluhu. Andaj kur faraoni e pyeti Musaun, kush është Zoti yt? Nisi kurse Ibrahim. Çfarë tha Musa sa? Rabbi alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Tha Zoti jam është ai që ka formë çdo krijese dhe e ka krijuar, e pastaj e ka udhëzuar dhe orientuar me jetu në këtë botë, si pas konstrukt dhe konform pamjes që e kapëtën. A më e bënë të këta. Kjo i bjen. Allahu e ka kriju lopën më të madhe se njërin. Edhe i rrinë gati lopa njëri e mjel, ja merë qumëtin, e ngrej fëmija i vogël devën 2 metra, më të madhe se fëmija edhe devja e ngën. Qështu ja ka e bëzotja, pëtën. Nërsa Allahu xhallahu ala ka bënë qenë pak më të vogël, po kahret bën më shumë se devja atë. Hajt ti në raj tash ashtu më ishmi bëu. Bënë arushën, lup, e bënë lupën arush. Hajt bënë çto atë. Këta ka bëu bim grënst, e këta ka bëu mish grënst. Në raj autin më ishte atë. Çu i tha Musa se faraonit atë. Çu i tha fa ma balu al-qurun al-ula. Fa ata përpara, çau ata që kanë shku.
Qa u po puna ty në apëtën? Tha, fi kitabin, kejtë të shënum. Allahu Gjellë Ula nuk hutuat, as nuk devjene, as nuk harran apëtën. Edhe këto është fuqia apëtën. Ti harran, e Allahu nuk harran apëtën. Pandaj Ibrahim e sa mi tha, nësi e ti Zoti, Zoti është taj që Rabbi ka thonë. Emni Rabbe ka përmen, që në nënkupton kujdesin. Dhe ky kujdes fillon që nga jeta dhe vdekja. Të ndërë dhe shkenca, sot ka zbulu shumë, dhe gjithë ju mund t'jeni ma di shumë së në këtë drejtim, për shkak të profilive, ndryshme që lexoni shkencore kështë më radhë. Mirë, po qeliza, apo si një krijesë e gjallë për çka formohet njëri aftën. Ende është sfidë për shkencën, nuk e din se ku e ka gjallënin aftën. Një qelizë. A e dini sa qelize i ka njëri? Mi 50 miliard qelize aftën. Me miliona qeliza vdesin mrena minutave dhe në gjallën tjera aftën. Që kjo është Rabbi e ledhi juhi o jumit aftën. Që kjo është Zotë jam që jep jetë e jep vdekin aftën. Që kjo është aftën. Apo? Do të thot një qeliz mund me prodhu. Do të thot sa nuk mund me prodhu fabrikat më të mëdha se ku aftën. Bashkë më vonë. Ndërsa me milimetra është e vogël aftën. Madje ma pak të nështë a milimetri aftën. E që ka që aftën. Për i thot në mrudit që kjo Zotë jam andaj, ma ka dalë e burë. Kusht edhe jetën? Andaj Ibrahimi Hasan do të thot filloj me besim, filloj me bazë dhe filloj me ngacmim të vëmendjesa në mrudit, në atë që është e njohër Allah, është shumë e njohër dhe pa kontestueshme. Kur e ndëgjej këtë në mrudi, e kapi i nati, e pa që unë pështë, së në thotë më kur gjapëtëm, s'ka që ka thotë më. Tha, ene uhi o mitë, tha, edhone në gjallit dhe vdes, shikoje hulatin e në mrudit, apëtëm. Nuk tha, unë një maj që e bëj këtë punë, jo Zotit, apo, nuk e më haj, mirë po, shikoje si bjen me herë, nga pozicioni i pavarësis, unë jam Zoti, në pozicioni e ortaklëkut, edhe Zotit është që ashtot, po edhe unë jam qështu apëtëm. Ra me herë apëtëm. Ene, tha, uhiju, edhe unë qështu bëj. Nuk tha, ene ledhi, nga se Ibrahimi alësëm tha, Rabbi e ledhi, kjo e ledhi është, vetë Zotë jam e për këtë punë. Ai nuk tha, ene ledhi, unë jam aqë, nuk, atë e ledhi e hjeku, e diju në, po, lem edhe mu diqka, adone që fëtuja bëj ka pak, apëtëm, se me ta kja që tash apëtëm. E murë dëtë shkret në borg atje, apo, edhe njone tja heku kryt e myjt e krejt, e ati i tha, hajtë të shpija tja, apëtëm, tha që, këto e myjt e këto e në gjalla, apëtëm. E që kjo është menquria e në mrudit, apëtëm. Që kjo është inteligenca e në mrudit, apëtëm. Njerit meqëm. Andaj të ndërëzër, besimi në Allahun ta këndidh dhe mendjen. Wallahi besimi në Allahun të bën të mençur, të bën mendjedritur, të bën të ngritur. Besimi në Allahun xhallahu të jap siguri dhe qetësi. Mohimi i Allahut bën që njeriu me mohu edhe arsyen e vet, sikur se bën Imrudi. Po a thot njeriu me Allah këtë fjalë atë? Po a përgjigjet njeriu meçëm kështu atë? E që ky nuk është kryetari i akademisë shkencore në atë kohë aftën. As nuk ishte veç thjesht mbret, as profesor, ky ishte, më thuaj, Zoti i tyne, para më ka që i meqëm Zoti, e ata që kanë besuar në ta. E ata sot meqëm në ata. Para më kur Zoti i tyne kësi përgjep, e ata që kanë besuar. Para më subhanallah, si e degradon njeriu vetën e tij për një epsh. Këta jo që se ka njoftë Allah në xhallahu ala. Mirë po e kanë ditë se me pasu Ibrahimin alësam ju prishet knatësia, komoditeti, rahatia. Andaj njeriu kur degradohet me besim, degradohet edhe me logjik dhe me arsye. Udhëheq epshi i tij, për këtë arsye ka thënë Allah xhallahu ala, edhe këtu, a ke pa ata çuditshëm? Apo a jetu çudit? Ittakhadha ilahahu hawa.
epsh në vetë ka bo Zot. Epsh në ka, Zot e ti është epsh i tina vën. Aje urdhnon, aje ndalon, aje udhëzon, aje ndal, aje qënë kom, aje ull, kush? Epsh i ti japëtën. I cili funksionan në bazë të joshjes. Parna 20 që në rënë në bazë të pamje vapëtën. Që kjo është epsh japëtën. Anë rënë, e shenë një send bukur, lakman. I thënë, një maksat është me e bukur, e harran këta pëtën. Që të zëtë e ka njëri pëtën. I cili degradohet në pasimin e epshit, e mohon logjikën, e mohon arsyen dhe e mohon Allahun xhallahu xhelaluhu. Andaj le në aspektin e pejgamberllukut, e po ky ke pejgamber, ky s'ke pejgamber. Le këto. Le Ibrahimin asë në Nemrudin. Merë vetëm aspektin e logjikës së arsyes Allah. Ky po thotë qartë, Zoti jam, ç'a bën? Ngjall, jap jetë. Si e kon heq, a din heq si e kon të ka bu me kon. E ti e din që sa fëmija lindin ditë për ditë në shtetin tënë, kush i sjellë vllata, kush i bjen njët ata. Ti e din shumë mirë që ti këto se banë. E ti e din shumë tjeri ke pas, baba e të nona e të ndek, e gjyrit ka dek, kush i ka bu me dek. Ti e din këto shumë mirë, ditë për ditë e shenë me sy. Ja ka sjellë një argument të prekshëm, të konkret, të qartë. Shiko inati ko që njërë në thonë, subhanallah. Diçka që është më e qarë se dita, i ka thonë, anë uhyi wa umit. E thonë që shtoja bëja për. Ibrahim e leson të dëllëzër, heshti. Nuk o marrë tash me polemika, me detale, e hajtë ti nëse pra pëngjallëshe, e hajtë, e kitë punë. Me njërë ignorant, me njërë kryeneq, nuk ja vjen detajzimi aftën. Nuk ja vjen argumentimi. Si kuse këna me përmen, në deshtë posaçëm javën e arshme, nga se ta është edhe koha përfundoj, se qëfar metodën në mëson Ibrahimi Elsam të debatit në këtë rast apën. Qëka përfitojmë në këtë rast apën? I përna ka mësu Ibrahimi se një sen të ndërrojë se du me përfundu me të është se pa dushim se një nga mënyrat e mbrojtës e besimit dhe një nga mënyrat e mbrojtës të vërtetës është edhe polemika, edhe debati, pse jo, kur është konstruktive si duhet. Dhe feja mund të mbrohet në forma të ndryshme, edhe përmes debatit. Mirë po, duhet me qenë njëri kompetent, edhe i shkolluar, edhe i pregaditur për të bëjë debate. Jo në gjithë kosh ato. Jo në gjithë kosh. Edhe jo në gjithë mënyrë. Ibrahimi a.s. shiko ku kap në çfarë pike, e jo me të shetit në debate dikush kush dënë, për me e shfaq një rëzat në fund që a i dënë, duke mendu ti se une e kalzove hakun e të vërtetën. Ti e kalzove hakun në të mjesë pjesme, edhe a i mposhti hakun pjesë në vetë, për balë teje, jo për balë të vërtetës. Andaj, menquria dhe shkallësia, janë ato që duhet me e karakterizu atë që do me mbroj këtë fejtë. Për ndryshe vlen hadithi i pejgamberit asan, i cili thot, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush beson Allahun edhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose hesht burr, shuj, hesht rahatje ato. Sikur që kanë dietarët, në qoftë se të folurit është nga argjendi, dije se heshtja është prej are 100% ato. Nëse të folurit është argjend, me fol është argjend, atër dije se është ari heshtja. Në qoftë se është ari me fol, është diamant dhe margaritari qmushën me hesht, me ditë si me debatu, dhe kur me debatu, dhe me kë me debatu, dhe me qëfar bazë me debatu, për ndryshe, heshtë Allah, sot ka shkolla, njerëz kryjnë shkollë, si me konë, të më thonë, i aftë në debat, negociata, në polemike, kështu me radhë, mësanë shkollë, lanë ka për këtë punë. Dikush pa shkollë, pa dijas, pa kur gjë futën, telashe, në përjetën, ndryshme me kështu me radhë, dhe qëllimi qka është, thot me mbrojt hakun apëtën. Qëllimi nuk e arsëtën mjetin, apo? Qëllimi është i mirë, po, si kurse ka thonë Ibn Mesudi, rubbe muridin il khejri, len njësi i behu. Sa njëri dënë harin, po nuk ja qëllën apëtën. Pra ndaj mundohë që me edasht harin, po edhe me ja qëllu harin. E kur ndëgjej këtë Ibrahimi Alsom të ndërrullëzër, kaloj me një pozicion tjetër të debatit, dhe kaloj tash dikun tjetër, e që ky kalim dhe ky fillim dhe ky përfundim
prezantojnë një metodologji të rëndësishme të kësaj teme të cilën do ta trajtojmë inshallah në javën e ardhshme. Zoti xhallahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe Allah na mundësof që të jemi përkrahas dhe bartës dhe mbrojtës të asaj që është e drejtë dhe vërtet, por jo vetëm me qëllim, por edhe me dije dhe vetdije dhe praktik, sikur që na ka mësuar Zoti xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në takimin e ardhshëm Allah i ruaj me kaq për fond sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam bismillah.